А во Тетово водата и натаму не е за пиење. Анализите покажале дека истото не се препорачува за консумација, а изворот во Лешница останува надвор од функција поради заматеност на водата. Според директорот на јавното комунално предпријатие Шар, Валјон Зекири, во моментов има 240 литри вода во секунда, додека недостиг има во населбата 146, каде веќе 24 часа нема вода за пиење. Në Tetovo vazhdon të jetë e njëjtë, uji vazhdon të mos jetë I pishëm, në bazë të analizave që kemi marrë dje dhe sot, nuk e preferojmë që të pihet, pasi presim edhe analiza më të detajuara mikrobiologjike të cilat I kena bërë. Pre atyre analizave presim që nesër të marrim rezultatet dhe të dalim me rezultate konkrete. Për sasinë e ujit kemi diku te 240 litra në sekondë, së bashku me bunarët që të kena aktivizuar në qytet. Filter stacioni vazhdon të jetë akoma jashtë funksionit, pasi kemi ujë të turbullt dhe në bazë të reshjeve që kanë rënë mbron, përsëri kemi ujë të turbullt nga burimet e Leshnicës.